Në edicionin e 32 të finales së Kupës së Maqedonisë së Veriut, që do të zhvillohet më 21 maj me fillim në orën 19 në arenën Todor Proeski në Shkup, kujtojmë se skuadra e Struga Trimlum për të dytën herë luan në finale, pas asaj të vitit 2023, ndërsa skuadra e Vardarit, e cila pas 17 vjetësh sërish do të luajë në finale me shpresë që të fitojë Kupën e 6 të Maqedonisë së Veriut në futboll. Në ndeshjet kthyese që u zhvilluan dje, Struga Trimlum barazoi me Shkëndijën 1-1 dhe falë rezultatit nga ndeshja e parë në Tetov, ku struganët fituan 2-1 me rezultatin e përgjithshëm 3-2 u kualifikuan në finale. Autori i golit për ekipin vendas ishte Ukpa në minutën e 20, ndërsa Shkëndija barazoi në minutat shtesë të ndeshjes me autogolin e Radiçit. Kualifikimi i ekipit Struga Trimlum në finale është me merit. Kapiteni Bujamin Shabani pas ndeshjes ka thënë se ndeshja finale do të jetë interesante. Do të jetë një finale shumë interesante, e luftuar shumë, mirë po mendoj se kemi cilësinë e duhur për të fituar këtë trofe, ndërsa trajneri Jeton Beqiri ka deklaruar se me mënyrën se si u pranuan golat nuk mund të kualifikohesh tutje. Mendoj se në përgjithësi futbollistët u angazhuan dhe dhanë maksimumin, por mënyra se si pranohet goli në atë situatë, më thonë, është penalizohesh ashtu siç ishte edhe në situatën të Tetov, ku realisht edhe në aspektin grupor, veçanërisht në aspektin individual, gabuam dhe nëse gabohet nga mënyra atëherë është problematike për kualifikimin utje. Në ndeshjet kthyese në Strumic, apo Brera dhe Vardari barazuan 1-1 dhe fal ndeshjes së parë në Shkup, ku Vardari fitoi 3-0 dhe me rezultatin e përgjithshëm 4-1 u kualifikua për të 7ën herë në finale të Kupës. Ndeshja finale Struga Trimlum Vardari do të zhvillohet më 21 maj, sipas të gjitha gjasave në arenën Todor Proeski në Shkup.